Dhe normalisht që kjo nuk bëhet një punë vetëm gjatë majit, edhe unë për mes emisionit, po dhe ju si mjek gjatë gjithë vitit punoni. Po më interesant për këto pak javë, 3 javë të majit. A ka pas, me siguri ka pas, pa ka pas shumë raste ku është diagnostiku një kancer i lëkurës gjatë një kontrole rutin që është banë rrugë në shesh? Po flasë për këto kontrole që kemi banë në shesh, më shumë kemi pasur prekanceroza dhe kjo është një gjë e mirë, sepse po thotë që ne prapi kemi kapur në kohë dhe i kemi ftuar në klinika për të bërë trajtimet adekuate, kryesisht krioterapit. Kancer kemi pas të llojit jo melanocitik, disa raste me bazalioma dhe spinalioma që duhet të theksoj që nuk është vetëm melanoma, kancer i lëkurës, në fakt të dy llojet e tjera janë edhe më të shpeshtat, por nuk janë fatale, megjithatë neglizhohen më së shumti. Kështu që melanoma nuk kemi pasur deri tani, por nuk do të thotë që me sensibilizimin nuk do vinë më vonë në klinik për kontroll. A keni dalluar ndryshimin e ardhjes së pacientëve këtë ditë? Sigurisht, ka një fluks të shtuar çdo ditë. Dhe kjo është lajm i mirë, ta themi se shpesh e themi që është një fat në fatkeqësi, po ja kemi arritur qëllimin, do thotë kjo. Sinqerisht ajo është qëllimi. Të gjithë ju miq që po na shikoni, edhe doktoresha Sidita, po edhe kolegët e doktoreshës Sidita, të cilët punojnë në QKUK, në klinikën e dermatologjisë, bëjnë një punë 24 orë në 7 ditë, metodat e diagnostikimit janë të gjitha të avancuara, metodat e trajtimit po ashtu, stafi është gjithi profesional, çdo gjë bëhet korrekt në kuadër se si bëhet edhe në shtete tjera. Shumë më shpejt në shtetin tonë. Po, shumë më shpejt. Shumë më shpejt qasja të dermatologut, shumë më shpejt se sa në vendet tjera. Dhe jo vetëm të dermatologu, unë e di, unë kam familjen që jeton në shtete tjera dhe çdo arritje të mjeku në Kosovë është shumë më e lehtë se sa qoftë në institucione shtetërore publike, qoftë në institucionet private. Gjithmonë jemi... Më tepër kur bëhet fjalë për dermatoskopi, një ekzaminim ekstra që në vendet tjera duhet presësh edhe më gjatë. Po, sakt. Kështu që këtu brenda ditës mund t'i kryesh gjitha këto ekzaminime të cilat t'japin përgjigje të shpejtë. Nëse është e nevojshme. Nëse nuk bëjmë biopsi, dermatoskopi t'jep një përgjigje aty për aty.